I nderuar zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar dhe të medjave, të dashur qytetar, me 7 qershor për herë të tretë në më pak se 16 muaj, patëm zgjedhje për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Të parat, ato të 9 shkurtit 2025, ishin të rregullta pas përfundimit të mandatit të plot 4 vjeçor. Ndërsa 2 proceset pasuese zgjedhore, të dyja të parakohshme në dhjetor e veçmas në qershor, kanë qenë të evitueshme dhe të panevojshme. Caktimi i datës për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës Kosovës nga ushtruesja e detyrës së presidentes, zonjës Albulena Haxhiu, është e mirëpritur. Partitë politike, secila sipas hisës që populli i ka dhënë, gjendemi sërish para përgjegjësisë për përmbushjen e detyrave për formimin e institucioneve të reja, përfshirë zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Kemi 2 javë, më së shumti, deri te fillimi i seancës për konstituimin e Kuvendit, para se të kalojmë të zgjedhja e qeverisë së re dhe më pas edhe e presidentit ose presidentes së Republikës. Për legjislaturën dhe ekzekutivin e ri, siç e dim, nevojitet shumica e thjeshtë. Ndërkaq për presidentin ose presidenten, së paku në 2 raundet e para, për shkak të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese para 15 vjetëve, kërkohet prania e 2/3 të deputetëve, andaj edhe përgjegjësia për zgjedhjen e tij ose të saj e tej ka lënë një parti politike. Në këtë frym, saktësisht 2 javë më parë, me 10 korrik, zhvillova takime konsultative me krerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkaq që sërish shprehim keqardhje që aleanca nuk e pranoi ftesën. Teksa koha ecën, veprimet politike dhe interesi shtetëror duhet të vihen në rend të parë. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, braktisja e organizuar dhe politikisht e motivuar e institucioneve të Republikës së Kosovës nga pjesëtarë të komunitetit serb në fund të vitit 2022 ishte piknisje e një serie veprimesh sabotuese ndaj shtetit. Qysh atëherë e kemi thënë dhe u kemi bërë thirrje të gjithë serbëve në institucione. Mos i braktisni ato, mos jepni dorëheqje, mos shkoni. Por nuk e kemi thënë e as nuk kemi të drejtë t'u themi kthehuni. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi kthehuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Në këtë linjë, gjithnjë sipas kushtetueshmërisë e ligjshmërisë, këto dorëheqje i ka trajtuar kohë më parë Policia e Kosovës dhe ditë më parë edhe Këshilli Prokurorial. Ndërkaq sot, teksa prisnim që edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës të vepronte njësoj, kuptuam që mbledhja dështoi në mungesë kvorumi. Presim që në mbledhjen e radhës të marrë epilog të tillë edhe kjo çështje. Të dashur qytetar, e dashur mërgat, ditët e verës të ne janë edhe ditët e ardhjes suaj në vendlindje e pranë familjes. Ardhja juaj ka gjallëruar vendin dhe kjo vrehet në secilën komunë të Republikës. Mirë se keni ardhur e mirë se vini në dheun tuaj, ju dëshiroj pushime të këndshme. Të dashur qytetar, ditëve të fundit po shohim e dëgjojmë lajme të këqija nga aksidentet e shpeshta me fatalitet në rrugët tona. Ju lutem për kujdes e respektim të rregullave të komunikacionit. Sikurse i bëj thirrje Policisë Kosovës të shtoj veprimet në drejtim të parandalimit të tejkalimit të rregullave që do të mund të çojnë në aksidente në komunikacion.
Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, pa humbur kohë, vazhdojmë me pikat e rendit të ditës për sot. Fillojmë me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesit verbalit dhe transkriptit të mbledhjes së 25 dhe ekstrakteve të procesit verbaleve të mbledhjeve 26, 27, 28 dhe 29 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar kolega anëtar të kabinetit qeveritar, ekstrakti i procesit verbalit dhe transkripti i mbledhjes së 25 dhe ekstrakti të procesit verbaleve të mbledhjeve 26, 27, 28 dhe 29 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes 30 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt rregullores për zhvillimin e procedurave të regrutimit për zjarr fiks. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar për shqyrtim dhe miratim projekt rregulloren për zhvillimin e procedurave të regrutimit për zjarr fiks, e cila standardizon procesin e përzgjedhjes dhe forcon kapacitetet profesionale të njësive profesionale të zjarrfiksjes dhe të shpëtimit në përputhje me prioritetet e planit kombëtar për zhvillim 2026-2028. Për të paraqitur më në detaje këtë projekt rregullore, e ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri